Haxhi është shtylla e Islamit dhe çdo shtylla e Islamit përmban në vete bartje ose ndërtim mbi ta të Islamit, sepse po themi se është shtyllë. E çdo gjë që e ndihmon mbajtjes së Islamit në zemrën dhe mendjen e dikujt, pra në jetësimin e tij, padyshim se është madhështore. Si çdo ibadet tjetër, në të cilin besimtari gjen prehje dhe kënaqësi të veçanta në kryimin e atij adhurimi, haxhi mbetet një nga adhurimet i cili është i veçantë për shkak se përmbledh në vetvete pothuajse të gjitha adhurimet tjera. Të gjitha shtyllat tjera. Andaj jo edhe rastësisht ka ardhur si i fundit nga shtyllat e Islamit dhe përmban nga bazat kryesore të dhikrit që bëhet në haxh është shahadeti. Pra ajo me cilën besimtari hyn në Islam dhe është çelësi i xhenetit. Pastaj sigurisht se namazi është pjesë e pandashme e haxhiut. Çështja e dhënies pas sadakas është sigurisht edhe ajo pjesë e domosdoshme e haxhit. Pastaj edhe agjërimi në ditë të caktuara, në momente të caktuara, në rituale të caktuara që ka ardhur është pjesë e haxhit në rrethana të veçanta, pra i bën një përmbledhje e të gjitha adhurimeve, shtoja këtë edhe të veçantën, e cila është, po themi, një nga kurorëzimet e privilegjeve që mund të ketë dikush, që haxhiu është musafir i Allahut. Kur të thirr Zoti i botrave dhe je musafir i tij, a ka mundësi që dikush të mos ndihet rahat, të mos ndihet komod dhe të ndihet i zhgënjym ose i dëshpëruar pasi të kthehet nga vizita e të qenërit musafir i Allahut subhanahu wa taala.